Ja ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes Kornelia Abel, koordinatore e Transparency International për Shqipërinë, Ballkanin dhe Evropën Juglindore. Mirëmëngjes dhe mirëserdhje. Faleminderit që pranove ftesën. Hello. Tash unë do bëj një pyetje që përgjigjen e dim të gjithë, a ka korrupsion në Shqipëri, po si është ai në krahasim me vendet e tjera, me vendet fqinje të Ballkanit? Well, actually, we have been carrying out our assessment in all EU fakt, ne kemi bërë këtë raport në disa vende që duan bashkohen në Bashkimin Evropian dhe nuk ka një dallim kaq i madh në rezultatet. Shohim një mungesë balancesh në fuqinë e institucioneve, shohim një ekzekutiv shumë të fortë dhe institucionet pavarura më të dobta. Në përgjithësi janë të ngjashme rezultatet me rajonin. A janë të besueshme të dhënat nga brenda vendit? Verifikohen ato? Well, actually, this data, if you call it data, actually, në fakt, këto dhëna që ne kemi mbledhur, gjetjet apo ato që vijnë, statistikat që ne. There is not that much statistica in here. If you look, actually, në fakt nuk ka aq shumë statistika. Ky është një studim cilësor jo social. And not by himself or herself alone. I mean, our researcher Adela Hallo, Hulumtuesja jonë Adela Hallo ka bërë disa intervista. Pretty much all the literature that existed on literaturën që ekziston të mbi institucionet dhe korrupsionin në Shqipëri. Kështu që në fillim bën hulumtimet e përgjithshme. From international organizations, also from NGOs to the extent that this existed, I don't know in detail now. But then she carries out her own interviews with stakeholders and quite bërë intervistat me zyrtarët, me rreth 36 apo 46 zyrtarë. Report that took quite some time because it's not easy to do really in-depth long interview with people within the institutions who sometimes have a problem to talk. Intervistat gjata me zyrtarët, sepse ata kanë dhe probleme që t'japin përgjigje të drejta gjithmonë. Pse ka korrupsion? Është faji i njerëzve apo është faji i institucioneve? Now, our approach is you have to strengthen institutions, you have to strengthen the system. Qasja jonë është që duhet forconi institucionet, duhet forconi sistemin dhe unë nuk besoj që janë njerëzit të korruptuar. Njerëzit janë të korruptuar sepse munden dhe ndonjëherë sepse u duhet. Dhe ky është modeli jonë, kur keni një sistem të fortë dhe institucionet janë në vend dhe ka llogaridhënie dhe ka mënyra për të nisur integritetin personal, atëherë korrupsioni asnjëherë nuk mund të zhduket gjithmonë, se ka ekzistuar që ku ka ekzistuar njerëzimi. Kush korrupton apo korruptohet, radh herë dalin para drejtësisë, por edhe kur dalin, zakonisht shpëtojnë ato që është në nivele shumë të larta. E zgjidh reforma në drejtësi këtë problem? Judicial reform is a huge step. Reforma në drejtësi është një hap gjigant për Shqipërinë. Nuk e di nëse do të zgjidhë gjitha problemet. One key problem with corruption, with the flourishing of corruption, për një problem i madh me korrupsionin është pandëshkueshmëria. They can do whatever, especially when they're in power. Sidomos kur janë në pushtet, njerëzit nuk ndeshkohen. Dhe në Shqipëri nuk dihen raste që të jenë gjykuar njerëzit për korrupsion apo dënuar për korrupsion. Raste të nda. Kështu që reforma në drejtësi do të friksojë njerëzit që so that it will actually bring sanctions to those. So I think there is a huge potential. Bendoj që ka një potencial të madh. To what extent? I mean, now it really depends how also the decision makers follow through in implementing it. Se sa të implementohet në fakt, dhe kjo është it's a good idea. And I know it has been a hard fight in Albania to get to this point. Është një ide shumë e mirë dhe e di që ka pasur goxha negociata dhe luftë në Shqipëri për ta sjellë këtë. Por nëse nuk do të implementohet, mbetet vetëm një ide e bukur. Megjithatë, shqiptarët mund të thonë, shiko, ambasadori amerikan 2 ditë më parë na krahasoi me Amerikën e viteve 20 me Al Capone në raport me krimin organizuar. Unë po them, korrupsion ka dhe Bullgaria dhe Rumania që janë vendet e Bashkimit Evropian. Zgjidhet kjo çështja e korrupsionit ton me antarësimin ton në Bashkimin Evropian? Okay, for Bulgaria and Romania, I know they exceeded. Për Bullgarinë dhe Rumaninë e di që ata
u anëtarësuan para se të ishin teknikisht gati. Dhe në fakt e trembi Bashkimin Evropian. Dhe prandaj Bashkimi Evropian ka ndryshuar pak më shumë. Dhe ndoshta ju mund t'jeni dhe themi viktima e hyrjes Bullgarisë dhe Rumanisë para se të ishin gati. Sepse ishte e qartë që kjo nuk ishte rruga e duhur. Vendimi për Bullgarinë dhe Rumaninë ishte një vendim shumë politik. Ishte shumë i mirë për qytetarët, sepse u bëri jetën më të lirë. Por jo që detyrimisht e merituan. Dhe Rumania e ka rinisur tashmë luftën kundër korrupsionit. Unë shoh këtë kohë para anëtarësimit në Bashkimin Evropian si një mundësi shumë të madhe për vendin për të sjellë ndryshime pozitive. Tani ju keni motivimin, tani dhe vendimarrësit kanë mbështetjen nga Bashkimi Evropian, jo vetëm financiar, por gjithashtu me ekspertizë, një mënyrë tillë që kur ta keni krijuar, kur keni hyrë në Bashkimin Evropian, të keni një sistem të fuqishëm, mjaftueshëm. Sepse dhe kur hyn Bashkimin Evropian ka rrezik që të bësh regres, të bësh hapa mbas. Për t'ju rikthyer edhe një herë drejtësisë, sa është faji gjyqësorit i sistemit drejtësie që ne kemi për këtë plagë që ne vuajmë, për këtë nivel korrupsioni që ne kemi? Can you repeat? Yes. No. Okay. Well, I wouldn't talk like this. It's the fault. We really, when you look especially at our report now, we're talking about the national integrity system. Ne flasim për sistemin kombëtar të integritetit, dhe ky është modeli ynë. Ne e shohim në një mënyrë të tërësishme. But one has to not just deal with a bit here, a bit there, nuk duhet merrem me copëzat, një copës këtu, një copës aty. Reforma në drejtësi është një copës e madhe, por nuk është e vetmja. Install a strong special prosecution which does investigations, everything comes to the court and it doesn't go anywhere, so then you have still a bit, which might not fulfill its role and you're still not there. At the same time, it's very important what we were stressing yesterday as well when we launched. Ajo që po thonim dhe dje, kur lançuam raportin, është shumë e rëndësishme pavarësia e institucioneve të llogaridhënies. Nëse nuk ka monitorim nga institucionet e pavarura, imbalanca do të jetë gjithmonë aty dhe nuk do të ketë mundësi për të luftuar korrupsionin. A ka Europa një ilaç, një zgjidhje apo është herët për Shqipërinë pas vetëm 25 vjet në demokraci? Duhet ta presim zgjidhjen nga Bashkimi Evropian, nga Europa? Apo nga amerikanët? Not at all. I mean, I know you're asking that probably in a provocative way. Jo, ndoshta jo bëni këtë pyetje në mënyrë provokative. Ne nuk kemi një zgjidhje, një ilaç. Dhe Bashkimi Evropian vet ka probleme të tilla, shihni Italinë, shihni Gjermaninë, Greqinë. Dhe në Gjermani po të shihni nga vendi ku vi unë, po të shikonim hollësisht, ndoshta do të shokoheni nga disa çështje të korrupsionit. The trick is actually not to expect it from somebody else. Dhe thelbi është që mos ta prisni nga dikush tjetër. Ndoshta pak shtys nga të jashtëmit, por duhet vi nga brenda, ndryshimi duhet vi me të vërtetë nga ju. Sistemi duhet ndërtohet nga brenda, me mbështetjen e njerëzve shqiptarë dhe institucioneve shqiptare. Si zhduket kultura e pandëshkueshmërisë në Shqipëri? Se gjyqtarët... How much time do you have? Okay, we have time. Ne kemi kohë. This is really not easy, but what we're saying, kjo nuk është fare e lehtë, por aty ku nis është që të forconi institucionet e monitorimit. Për ne, si shoqëri civile, ka një interes dhe ka një shtys nga njerëzit. Në Shqipëri ka gjithashtu organizata të shoqërisë civile shumë të mira. Dhe mendoj që në Shqipëri shoqëria civile duhet të forcohet akoma më shumë që t'i kërkojë llogari institucioneve. Është një sistem me 3 shtresa. Kemi qytetarët, kemi institucionet dhe shoqërinë civile.
Shqipëria ka një bazë shumë mirë, keni një ligj shumë të mirë për aksesin në informacion, kështu që kjo është një pikë shumë e mirë nisje. Po, dakord me ligjin për informimin e gjitha këto, si shbëhet, po marrë një shembull konkret, pasuria marramëndse e vendosur nga gjyqtar apo prokuror në mënyrë të paligjshme, ta akuzuar konkretisht për lidhje me krimin. Edhe ju e keni përmendur dje në raport, është përmendur edhe në assessmentin që keni bërë dje. But that is just an example of what I said in general more before. Judges had the possibility to accumulate this wealth in a non-legal way, most likely, because there is no accountability of the judiciary as such. It's always a tricky question, accountability of the judiciary, because they need to be independent enough, but ideally also accountable enough. So that is very tricky. But the measure that exists in most countries now is the asset declaration for judges, and I believe they know they have it here as well. They do have to declare their assets as conflict of interest declarations, but nobody properly checks. The legacy, I'm sorry, I'm using the acronym, the high inspectorate, Po inspektorati I lartë I drejtësisë I deklarimit të pasurisë. Ata bëjnë kontrollet administrative, po nuk rezulton asnjëherë në gjykime. Prandaj institucione si LDKPK-ja duhet të kenë pavarësi. Ne s'kemi shembull suksesi këtu, në këtë mënyrë. Ka në rajon shembull suksesi, ju njihni mirë rajonin dhe Europën Juglindore. Shembull suksesi të funksionimit në këtë mënyrë. John? Okay, I don't have a translation, but I think you said, is there a success of this system, right, in the region somewhere? You understand very good Albanian. If you're saying the region, the sub-region of Southeast Europe, this is tricky. Okay, we don't have. Nëse po thoni nën rajoni I Europës Juglindore, kjo është e vështirë, sepse nuk është se kemi aq shumë raste suksesi, por kemi sukses të pjesshëm. So, for example, in Croatia, for some time, për shembull në Kroaci, it's a special prosecution office. Është gjykata speciale. They really did good work. I mean, they brought people Prokuroria speciale, e cila solli njerëz përpara gjyqit. Dhe kryeministri më shkuar. Por tani dhe në Kroaci siç mund ta shikoni gjykatat po tërhiqen mbrapsht. Kështu që është sukses parcial. Dhe nëse I hedhë një sy Rumanisë tani, ka shumë njerëz që po tremben, të cilët kanë keq përdorur fondet publike. Përfshirë ish ministra e kështu me radhë. There are still rumors and people still say it is selective. Okay, but it is wider selective, not just so narrow selective. So we need to go step by step. I think duhet marr hap pas hapi. Në këndvështrimin tuaj në Shqipëri ka nevojë për njerëz të rinj apo institucione të reja? Është problem njerëzish apo sistemi? I don't think you can bake new people, and as I said, I don't think mendoj që mund të krijoni njerëz të rinj. Nobody is inherently corrupt. You're corrupt when you can. Dhe si thash, nuk mendoj që janë njerëzit që janë vetë të korruptuar, është sistemi që është I korruptuar. The new institutions is also the question because there are quite a few. Institucionet të reja dhe kjo është një pyetje vetvete sepse ka goxha, mendoj që duhet forconi institucionet që të keni. Legjislacioni nuk është aq keq. Ka një legjislacion që po mungon, që është ai I konfliktit interesit në Shqipëri. Është shumë I komplikuar në Shqipëri, është I pa implementueshëm. Dhe vetë zyrtarët që duhet merren me të nuk arrin ta kuptojnë plotësisht. Dhe prandaj ne po rekomandojmë një komision parlamentar të posaçëm që të studiojë thellësisht dhe të rivlerësojë legjislacionin në fuqi për konfliktin kundër interesit. Konfliktin e interesit. Dhe diçka që mungon tërësisht është legjislacioni për lobimin. Çka është shumë I rëndësishëm. Në fakt dhe shumë vende të Bashkimit Evropian e kanë patur këtë problem. And even many EU countries having that legislation, it's not very strong.
Dhe disa vende në Bashkimin Evropian që e kanë këtë legjislacion nuk e kanë shumë të fuqishëm. Por sidomos tani Shqipëria ka shumë nevojë për këtë legjislacion sepse shumë njerëz po lëvizin nga biznesi në politikë. Kryeministri ynë thotë se modernizimi i shërbimeve ndaj publikut e zhduk korrupsionin ndër të tjera, po a mjafton kjo vetëm ti modernizojmë, ti bëjmë të gjitha nëpërmjet internetit, çdo gjë online, e zhduk kjo korrupsionin në një farë mënyrë apo e zbut? I think it is important. Unë mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Siç e tham, sobza nuk do të zgjidhin gjithçka, por janë pjesë e zgjidhjes. Për shembull, në Estoni, transparenca u ngrit në mënyrë dramatike kur u ngrit përdorimi i internetit. Sigurisht që ndihmon nëse ka më shumë internet, sepse njerëzit mund të përdorin vegla si portale kundër korrupsionit që kemi këtu në Shqipëri. Kështu që sigurisht modernizimi ndihmon, por dhe puna e institucioneve është e rëndësishme. Edhe një pyetje të fundit, a ka direktiva të qarta për Shqipërinë? Nga Transparency International. Në fakt, ne kemi disa rekomandime shumë të qarta dhe shumë direkte për secilin sektor që ne mendojmë luan një rol në luftën kundër korrupsionit. Dhe në fakt ka shumë që unë t'ju recitoj edhe këtu. I pari që do thoja me shumë forcë është implementoni reformën drejtësi, sepse është shumë e rëndësishme. Mos harroni reformën zgjedhore, se dhe zgjedhjet po afrohen. Ndoshta jo gjithë rekomandimet tona mund t'i bënin në muajt e ardhshëm. Në fakt, ne gjithashtu po rekomandojmë që KQZ-ja të jetë plotësisht jo politike dhe ndoshta kjo nuk mund të realizohet së shpejti. Por thelbi është që reforma zgjedhore duhet lëvizë. Nuk mund të thoni me që reforma drejtësisht është vetmja gjë me të cilën po merremi. Koni, ne të falenderojmë, ishte kënaqësi që kishim ju në studio sot dhe ju urojmë punë të mbarë. Ishte Kornelia Abel, koordinatoria e Transparency International për Ballkanin, Shqipërinë dhe Europën Juglindore. Do të ndalim në shumë pak reklam dhe do të kthehemi të flasim për teatr në teatrin eksperimental. Kanë filluar provat. Sepse në fund të ditës sot është e premte.